Miqtë e emisionit Ftesë në studio, mirë se po ritakojemi së bashku. Sot do ndajmë hapësirën me artist, do flasim për një stand-up komedi, jo për stand-up komedi, për një festival, i cili ka të bëjë me stand-up komedin, po më duket quhet stand-up, kështu e kanë titulluar ato. Derisa flasun kështu, ju e dini që mbas këtij projekti fshihen disa emrat që tashmë janë bërë të zakonshëm në hapësirat shqiptare, pasi mendoj unë personalisht që janë promotorët më të mëdhenj të këtij festivali. Të paktën për vete, me sa kam dëgjuar, e di që emrat e njëjtë gjithmonë qëndrojnë pas festivalit, i cili këtë të shtunë, mbajeni mend, 17 maj i bie apo? Po, 17 maj, në Tetov, në orën 20, do filloj dhe do keni mundësi të takoni artistë të ndryshëm, sidomos që lidhen me stand-upin. Se cilat janë emrat, dy prej tyre që janë njëri protagonist dhe organizator së bashku, është Hasim Mishi Sopi, mirë se erdhe Sopi, në shtëpinë tënde të dikushme, dhe jotja gjithmonë ngelet kjo shtëpi. Do me thonë, prej kur hyrat e dera, shumica ende janë punëtorët e njëjtë dhe me shumicën u përshëndeta, bile njënit i thash këtu je prej 92-shin nuk. Derisa jeni njoft, kjo është shenjë mirë, do me thonë, si jeni plak, Po. Gzim Qaili është në stafin organizues dhe që bën atë pjesën vizuale me sa më tha Sopi, apo? Kreative. Pjesën vizuale, kreative dhe pjesën tjetër organizative. Po, atë më të vështirën. Se mendoj se është lehtë dalish të folish aty, nëse ke profesion e kam fjalën, se për ne dy besoj që është e vështirë, po për Sopin kjo s'është e vështirë. Gzimit i duket shumë lehtë të folish, mu më duket shumë lehtë të bëj dizajn. Po? Çdo punë ka angazhimin e vetë dhe atë sfidan mundin për ta realizuar. Prandaj bashkërisht me Sopin edhe me tjerët. Mendoj se ja keni marrë tashmë dorën, si vjetë kemi edicionin e tretë me radhë, por ky festival është e bukur se ka një lloj rotacioni, se si sillet, sepse më herët ishte ku ishte Sopi, në Preshev, nëse nuk gaboj? Po, të premten ishim Preshev, do me thonë kolegët tanë organizojnë Preshev, disa kolegë organizojnë në Gjilan, disa kolegë tjerë në Cyri, dhe kështu në barë hapësirat ku gravitojnë shqiptarët, e kemi nga një pikë. E kjo është bukura se ju jeni bërë një pikë përbashkuese shqiptarëve. Her pas herë shkoni edhe në diasporë, dhe aty ju presin më së miri që munden. Po atje kanë më shumë stres edhe kanë nevojë më shumë për të qesh. A keni ndonjë në stand-up diçka me librat kështu? Se sa lexojnë shqiptarët, si lexojnë shqiptarët? Keni diçka të paraparë? Po, kam pas ma herët unë me librat, po tash kam dalë të një temë tjetër. Me thonë, për të shtunën, unë e kam një temë që do e trajtoj bukën, thonë se shqiptarët çdo sent e lidhin me bukën, edhe është, nuk e di, endes nuk e kam matë materialin, po mendoj se është dikundi 15 minuta, kretë muhabeti rrotullohet rreth bukës. Do ham bukë, uftof buka, s'ka bukë prej teje. S'ka bukë prej teje, dhe ato fjalët e urta. Shumica e sendeve lidhen me bukë, ndoshta jemi të rritur shumë se di. Po, është e vërtet. Dhe më duket jemi vetëm i popull që themi do shkojmë do ham bukë. Po, e kam edhe këtë. Ne mund të ham veç mish, ama bukë da. Ose kamarier na sjell më shumë bukë. Diçka me bukën e kemi me rëndësi. Bile ham bukë me bukë. Për shembull pasta me bukë, është bukë me bukë. Po, se Jacki, kolegu jonë, thot unën e picat i ha me bukë. Po, është e vërtet. Vërtet, kemi një lidhje të hatashme me bukën e shqiptarët, kur ta mendosh. Do kishim dashur që në të njëjtën formë ta ushqenim dhe trurin, sepse të japim pak buket e trunin, se la munët, apo jo, Sopi. Prandaj pyeta nëse ka diçka, ndonjë pikë që lidhet me librat. Besoj se disa nga kolegët tanë kanë disa pika lidhje edhe me... Ne do shkojmë pak te librat, Sopi, besoj e kur e shtartë dish se ç'a ndodhen panairin e librit këtu në Shkup. Muhamet Aslani, librari nga shtëpia Butuse Nobel, është atje, besoj të lidhemi regjia nëse kemi gati. Nëse nuk e kemi... Muhamet, përshëndetje. Përshëndetje. Do kishim dashur të dimë detaje të rëndësishme që kanë lidhje me panairin. Ti je atje, tani na dëgjon me vështirësi, por besoj që e di që duhet flasësh edhe çka. Po. Përshëndetje, Gjume, përshëndetje edhe për Sopi. Atëherë panairi i librit ka filluar, si zakonisht është një panair tradicional i cili mbahet këtu në sallën Boris Trajkovski dhe ka filluar nga data 8 maj deri zgjatën deri me 14 maj. Kështu sa i përket vizitorëve në panairin e librit, kemi pas ditët e vikendit që kemi pasur atër kamerën dhe të lëshojmë edhe nga librat pak që të duken edhe librat. Shumë mirë.
Edhe vizitor kemi pasur, sidomos ditët e vikendit, tani është një periudhë ku nuk është se ka vizitor, mirë po fluksi vizitorë më të ndej fillon mbas orës 5, pasi njerëzit të dalin nga puna. Pra si që thamë, pjesëmarrja ka qenë në nivelin e duhur, mirë po nëse marrim të krahasojmë tek ne si shqiptar, pjesëmarrja nuk është se ka qenë në atë nivel të cilën kemi pritur. Ajo e cila na mungon neve në organizimet tona është sepse nuk ka pas vizitor fëmijë të organizuar nga shkolla, ashtu siç ka qenë edhe pala maqedonase, ka pas organizime të mirëfillta nga pala maqedonase, po ka munguar ajo tek pjesa shqiptare, të cilët u bëj edhe apel që të organizohen këto ditë të cilat kanë mbetur, edhe të sjellin në mënyrë të organizuar edhe fëmijët që të vinë në panajir të librit dhe të shohin atmosferën e panajirit të librit. Se për këtë librarisë Nobel, libraria Nobel gjithmonë është kujdesur që për lezuesin në Maqedoni, në çdo panajir, në çdo qytet i cili mbahet një organizim i tillë libri, jemi përkujdesur që të ofrojmë lezuesve edhe botimet në gjuhën shqipe, botimet nga Kosova, gjithashtu edhe botimet nga Shqipëria, dhe besoj se në stendën tonë gjenden disa tituj të cilët janë botimet reja dhe ata të cilët ne kemi menduar se duhet të jenë në panajirin e librit. Muhamet, gjithashtu mund po. Në fakt, kërkojmë nga regjia me që gazetarja jonë Meli e ka përcjell panajirin, të shfaqim dhe pamjet që ka siguruar ajo. Shikuesit veç e kanë informacionin që është hapur panajiri, megjithse pjesëmarrja e shtëpive botuese si gjithmonë është shumë e vogël, jeni disa apo aty Muhamet, dhe panajiri është me rëndësi të theksohet që zgjat veç edhe deri nesër apo jo? Deri me 14 maj. Që i bie? Deri të mërkurën, mbas dite mbyllet panajiri librit. Cilat shtëpi botuese merrni pjesë? Shtëpitë botuese të cilat marrin pjesë jemi ne si Nobel, është Fanoli, Albasi, është Furkani, Logosi, mirë po ajo që të cilën na mungon neve dhe çdo vit vinë e zbehet, botuesit nga Kosova dhe Shqipëria nuk është se marrin pjesë. Më parë kishte disa shtëpi botuese që jepnin gjallëri librit shqip në panajir të librit. Mirë po këto vitet e fundit nuk është se ka botues të interesuar nga Kosova dhe Shqipëria që të vinë marrin pjesë në këtë panajir të librit. Faktikisht i bie se hoqën dorë edhe ato të vetmit që vishin, apo? Po, edhe do të vetëmi që vishin. Ku e shef fajin ti, Muhamet? Ku e shef fajin e kësaj? Fajin e kësaj e shohim sepse ne me të vërtet nuk kemi një lloj qasje dhe organizimi është komplet. Nëse marrim të shohim edhe çështje teknike, shumë organizimi paraqitet si vetëm në gjuhën maqedone. Domethënë duhet të kyçen në këtë organizim, unë mendoj, edhe më tepër njerëz ose intelektual ose botues shqiptar. Veç asaj, ne dim se ka rënë libri shqip, duhet të sponsorizohen shtëpitë botuese nga Kosova dhe Shqipëria që të vinë të marrin pjesë në panajirët të librit. Normal e dim gjithë se shitja ose ata nuk edhe nëse vinë nuk mund t'i mbulojnë shpenzimet të cilat i kanë, jo përfitime, nuk flasim përfitime, po vetëm shpenzimet të cilat i kanë, nuk është se mund t'i mbulojnë. Se këtu edhe stenda paguhet dhe ka çmime. Mendoj çmime të cilat janë pa përballueshme për librin shqip për momentin këtë. Dhe në fundit veç ekspozohet libri. Nëse kanë të ftuarit ndonjë pyetje, sopi, gëzimi për Muhamedin? Lidhje me panajirin nëse keni, çmimet si janë? Çmimet ankohen gjithnjë më shumë prindërit që blejnë libra për fëmijët e tyre se libri është drejtuar. A është e vërtet kjo, Muhamet? Kjo është e vërtet, libri është shtrentuar, si çdo gjë që është shtrentuar. Më thonë është shtrentuar edhe libri, përveç që kësaj kemi edhe një ndryshim në vlera e lekut ka hypë, edhe nëse më parë një libër ishte 600 denar, tash është rritur ajo për 20% nga çmimi që ka qenë shumë 600 është bërë 700 e diçka denar.
kjo nuk është se varet nga ne, po varet nga leku, sepse leku ka hip vlera e lekut në krahasim me euron dhe normal është rritur çmimi. Edhe shumë bukur e the si gjitha çmimet tjera. Të falenderojmë shumë për kohën që ndave Muhamet, edhe besoj që do kalojmë t'ju shohim pakës andej nga librat. Të shohim çka ka tre andi. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit për juve, Xhume.